Qëllimi ynë është të që jena grumbulluna punëtorë të Llamkosë që kërkojmë pagesën e pagave të punëtorëve, që është prej mujtë marë se këndej nuk janë pagu pagat e punëtorëve. Prandaj na kemi ardhur këtu edhe një shaj proteste me vu, mirë po edhe një njoftim për punëtorët, për disa punëtorë që kanë dëshirë të njoftohen, se ne do të marrim hapat ma konkret, hapa tjerë, që do të shkojmë edhe nëpërmes gjykatës, do të paraqesim padi nëpërmes gjykatës pronarit, edhe do të vazhdojmë me kërkesat tona edhe në AKP, po edhe në EOLEX, do të shkojmë edhe në Ministri Tregtisë e Industrisë, edhe Nodë Ekonomike, gjitha dy do t'i hapum për këtë çështje që është çështje shumë delikate dhe shumë është problem për këta punëtorë, cilët janë met pa paga, që 6 muaj veç hymë mujin e 7, nuk kanë paga, nuk kanë mjete, janë varfërisë shkaqshme. Ne jemi të buktu për shkak tona, mirë po ne kisha pas një kërkesë për juve, për mjetëve të informimit, që deri tash fatkeqësisht na punëtorët e keni dhënë hisën tonë do atë rezistencën, kemi qenë në AKP, kemi pas disa protesta, kemi dalë edhe nëpërmjet informimit, mirë po kisha pas për juve një kërkesë që me u bë sensibilizimi opinionit më i madh. Mënyra se na punëtorët e Llamkosit fatkeqësisht po na në një formë po na rrenë ju. Por me ardhë edhe mu bashkë gjitë në ndejtë.